O Hoxh, sa është madhësia e xhennetit? Allahu I lartësuar thot në Kur'an: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dhe garoni për faljen nga Zoti juaj dhe xhennetin, hapësira e të cilit është sa qiejt dhe toka dhe është përgatitur për të devotshmit. Pra Zoti I gjithësisë përmend që hapësira e xhennetit është tepër e madhe. Por sa është madhësia e xhennetit, këtë e di vetëm I madhi Zot. Gjithsesi, nëse ne besojmë Allahun e lartësuar një të vetëm, veprojmë ashtu siç na ka urdhëruar I madhi Zot, besojmë dhe pasojmë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, veprojmë ashtu siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salam, I nënshtrohemi urdhrave të tij, porosive të tij, me lejen e të madhit Zot, kemi për të arritë faljen e Allahut të lartësuar dhe ka për të na shpërblyer I madhi Zot me xhennet. Allahu na boft prej xhennetlive. Amin.